Në Mekas ne bashkëbisedojmë me gra që frymëzojnë, sfidojnë normat dhe kontribuojnë në mënyrë domethënëse në fusha të ndryshme të jetës. E sot kam kënaqësinë të ndaj mikrofonin me një grua të jashtëzakonshme, e cila ka ndërtuar karrierën e saj me përkushtim, dashuri dhe një ndjeshmëri të veçantë, si ndaj shkencës, ashtu edhe ndaj qenieve që shpesh si dëgjojmë mjaftueshëm, kafshët. Nuk arrim t'i dëgjojmë dhe t'i kuptojmë ne të tjerët, por ka njerëz të cilët e kanë një lidhje të jashtëzakonshme me ta dhe sigurisht punojnë në drejtim të ngritjes së kapaciteteve për një jetë më të mirë dhe për kafshët. Dhe tani ajo është më menaxhere e kërkimit shkencor dhe pedagoge në Universitetin e Shkencave Aplikative në Savonja të Finlandës. Dhe un kam nderin dhe kënaqësinë të kem këtu Ardita Jahja, e cila udhëheq kërkimin shkencor në fushën e zinxhirit ushqimor dhe disa lëndë të tjera atje të cilat i ligjeron. Ardit, faleminderit që ke ardhur. Faleminderit Paulina. Unë jam Ardita Jahja Hoxha. S'du me harru edhe mbi emrin e Arbenit, edhe mbi emrin e djemve të pi që unë e mbaj me shumë krenari. Sigurisht. Në këtë drejtim ne mendojmë njësoj, sepse edhe unë i mbaj të dyja mbi emrat, por që kur flasim për këto sërgj që bëjmë ne për gjithë punën e madhe që ke bërë, zakonisht e gjejmë këtë Ardita Jahja dhe pastaj sikur deshta pak me fillu me humor të mirë, po pak ka rëndësi, unë shpesh disa më thrasin Ardita Jahja, disa tjerë më thrasin Ardita Hoxha, edhe në të dyja rastet njihem shumë mirë. Sigurisht, sepse po flasim për dikë që në cilin do variant njihet për të arritura, për punë dhe për kushtim të madh. Por para se të kalojmë te ajo që ke kriju, po du me të pyet pak, ke ardhur prej Finlandës ditë më herët, edhe si e le Finlandën e si e gjete Kosovën? Ftoftë lash Finlandën, ftoftë gjeta Kosovën, po më duket sot pak më mirë, po në të dyja rastet ndihem shtëpi, kështu që si në shtëpi. Sigurisht si në shtëpi, sepse ke arritur të krijosh atmosferë shtëpie dhe dashuri e respekt edhe nga njerëzit atje në Finland, që unë të përgëzoj, sepse kam dëgjuar shumë të flitet për ty nga finlandezët dhe të arrish një nivel të tillë, sigurisht pastaj se do shumë punë dhe përkushtim. Por na trego pak për rrugtimin tënd nga Kosova drejt një pozite si research manager në një universitet finlandez. Po flasim për diçka të madhe dhe për një rrugtim që sigurisht ka kërkuar shumë punë dhe sfida. Asnjëherë nuk ka qenë e planifikume, Paulina. Unë jam rrit me një familje ku gjithçka është sill rreth Kosovës. Gjithçka, domethënë, ka qenë shumë e rëndësishme me jetu edhe me kontribu këtu ku kemi lind. Domethënë, asnjëherë nuk ka qenë në planet e mia që unë kom me u largu përgjithmonë prej Kosovës. Edhe pse kom studiu jashtë Kosovës, kom qenë në disa studime, për shembull master kom bën në Itali, pastaj për doktoraturë në Gjermani, shumë specializime në Amerikë, në Japoni, nuk e kom pas plan. Pas doktoraturës unë jam kthy në Kosovë me shumë energji pozitive që unë kom me qenë në vendin ku unë e meritoj, në detyrën që unë e meritoj, domethënë atko kom punu në Universitetin e Prishtinës, edhe si i ri ndonjëherë ki dëshira ndoshta edhe më të mëdha se sa realiteti të ofron. Unë kom mendu që kur të kthehna, kom e marrë një detyrë ku unë kom e mujt me kontribu për atë çka e kom mësu në doktoraturë, por nuk ka qenë ashtu, nuk ka ndodhur ashtu. Unë kom kalu shumë sfida pas doktoraturës. Nuk kom qenë shumë e mirë se ardhur, nuk jam dje që vendi im ka nevojë për mu, për kontributin tim. Dhe në atë kohë na kemi pas një projekt me Universitetin e Savonisë. Dhe si duket kolegët nga Finlanda kanë kuptuar që jam ty kalu në për sfida, edhe pse unë jam mundu me shumë mjeshtri, me shef, po ndonjëherë është e pamundur. Gjërat janë të dukshme. Po, edhe në fund të projektit, kur ka përfundu projekti, ka qenë projekti për trajnimin e këshilltarëve bujqësor në Kosovë. Dhe ka qenë një projekt në mes të Universitetit të Savonisë edhe Fakultetit të Bujqësisë Universiteti Prishtinës. Projekti ka qenë shumë i suksesshëm edhe unë kom mësuar atë projekt shumë. Në fund të projektit, kolegët nga Finlanda më kanë pyetur nëse unë kisha pranu me shku për 6 muaj me punu në Finlandë, pastaj me po nëse unë kisha dashur me vazhdu ndonjë postdoc apo ndonjë edukim të matutjeshëm. Dhe po kemi shku, do të kushti jam ka qenë punë, do të vi po me familje, sepse gjithmonë kom ik pa familje për gjitha arsyet që unë kom shku dikun jashtë vendit, edhe pas 6 muajve më kanë ofru punë për afat më gjatë. Shkove me familje dhe unë e di që kishit 3 fëmijë bashkë me bashkëshortin dhe sigurisht kalimi prej një vendi si Kosova, ku unë të gjithë me mësu me jetesën këtu në një vend si Finlanda, ku dihet mirë të shembull për rregullin dhe të tjerat, por edhe ndryshimi i klimës, si u prit kjo prej familjes pastaj, sepse ju sigurisht e kishit një le të themi një përgjegjësi edhe ndaj zotimit që keni bërë ndaj punës, por familja sikur po vinte pas teje.
Paulina, ajo ka qenë një ngarkesë shumë e madhe për mu. Sado që unë kom shku prej Kosovës në një vend ku ka qenë sistemi mirë, gjithçka ka qenë në rregull, na kanë mirë prit mënyrën më të mirë të mundshme, por nuk ka qenë krejt e lehtë. Nuk është e lehtë me i marr 3 fëmijë, një fëmijë 9 vjet dhe pastaj një fëmijë 2 vjet dhe një fëmijë poshtë 9 muajsh, edhe me shku dhe pastaj me mu ka ardhur dhe Arbeni, burrimi i cili e kalon punën këtu vetëm me e ndjek ëndrrën time ose me mu ofru edhe një mundësi me pa ndryshe prej një kandi tjetër punën. Në fakt, ai ka qenë promotori kryesor që na duhet me shku, na duhet me provu, edhe ka thonë, po provojmë 6 muaj nëse jo na kemi ku me u kthy. Edhe klima ndoshta nuk ka qenë shumë problem sa ka qenë derisa kom hyrë në sistem e kuptu që nëse smuhet fëmiu, si do t'ja bëjmë. Edhe kemi qenë ndoshta familja e parë që na kemi shku prej vendit jo Bashkimit Evropian për punë në Finland. Edhe ata e kishin probleme me kuptu në cilin grup të emigrantëve bojnë pjesë, cilat janë kushte, cilat janë dhe na kemi kalu domethënë atë 6 mujorin e parë duke u marrë me pjesën birokratike, si kemi me u vendos, ku kemi me u vendos, edhe në ato 6 muaj gjatë gjithë kohës kom punu në universitet, në atë kohë kom qenë pjesë e një projektit, po të njëjtën kohë edhe kom ligjeru, domethënë kom pas detyra minimale, po prap për mu ka qenë e vështirë, sepse unë është dasht me ligjeru anglisht, mu ka dasht me kuptu mentalitetin, një mentalitet, muj me thonë, plotësisht i ndryshëm, krejtësisht i ndryshëm për mentalitetit. Këtu të mentaliteti po du me undal pak, sepse vetëm se e kisha në plan të pyes, të shkosh me fëmijë atje dhe në një mentalitet komplet ndryshe, sepse po flasim edhe për një sistem arsimor komplet ndryshe, prej momenti që shkoj në kopsht edhe pastaj në shkollë dhe të tjera, dhe në formën se si jemi mësuar ne në një sistem dhe mentalitet komplet ndryshe. Si ishte përballja e parë, le të themi materialitetin finlandez kur vjen puna në kuptimin e rritjes dhe edukimit të fëmijëve, a të ndryshoj komplet mendësia edhe ty? Po, Paulina më ka ndryshuar mendësia komplet, edhe kom fillu me unë njoftu me fëmijët e mi, sepse në Kosovë kam bindje që na nuk kemi shumë kohë me unë njoft me fëmijët tanë, është dinamika, jeta, edhe tash kur po e kujtoj, po më bën me qesh, nuk e di sa është me qesh apo me qajt, po për shembull me djalin e parë kur ka fillu shkollën atje ka qenë sfidë për te, po sfidë edhe për mu. Na jemi mësu këto, gjithmonë prindi duhet me punu me fëmijën të shtëpia, duhet me pyet mësuesën, a mirë, ku nuk po shkon bash mirë, çush me ndihmu në të shtëpi, në shtëpi, çfarë detyra duhet me i bë. Edhe unë si duket e kom tepru me mësuesën atje, kom shku çdo javë, kom çu mesazhe, kom thonë çka më mësuan tash në shtëpi me Jorikun, çush më përkronë djalin të shtëpia. Edhe një ditë sigurisht e ka kuptuar mësuesja që unë jam e stresuar me këtë drejtim, edhe më ka thirr. Edhe tha, a jeti mësuesa? Thash, jo, në ligjeroj në universitet, po nuk jam mësuese ciklit klasor. Tha ti krejt çka mundesh me përkra djalin tënd është me qenë nanë. Edhe nana e mirë nuk merret me detyra, nuk merret me këto. Na këtu mirë, po thash, po çysh ai nëse diçka nuk e kupton për shkak gjuhës, çysh më ndihmu? Na japim si mbështesë, ti relakso, dhe në shtëpi kur ti je si nanë relaksume, ti je nanë më e mirë. Edhe kështu e kom praktiku, pastaj edhe kom kuptuar që për një madje ka ndryshuar raporti komplet me djalin edhe me fëmijë tjerë, tash normal kur kanë shku këta në shkollën veç e kom kuptu sistemin dhe e kom kuptu që unë mundem me qenë si ndase në universitet, po unë nuk jam mësuese e fëmijëve të asaj moshe dhe muj me bo gabime të mëdhaja. Unë zakonisht me arditën diskutoj shumë tema të aspektit social dhe sot nuk po du me të leju me shku pa e diskutu edhe një aspekt tjetër, sepse flasim për këtë sistemin arsimor finlandez që është më i miri në botë dhe pastaj unë gjithmonë e bëj një lloj krahasimi duke pyetur arditën se çka mendon për këtë praktikë dhe për praktikën tjetër. Për shembull për praktikën konkurruese që vendoset ende në për shkollat tona, sikur i vendosin fëmijë në një lloj konkurrence paksa të pashëndetshme, unë e konsideroj përballë njëri tjetrit. Pastaj sikur fëmijët mbushen mlef dhe inate ndaj njëri tjetrit dhe kështu sikur shkon një lloj zinxhiri i një lloj edukimi të gabuar që bëhet edhe nga sistemi arsimor në Kosovë, qoftë privat apo publik. Dhe shumë shpesh kur e diskutoj me ty të duket goxha shumë e papranueshme, sepse tash me të vërtet ka ndryshuar mendësia komplet. Na fal pak edhe në publik për këtë pjesë, si është në një shkollë finlandeze? Po, unë mendoj që në Kosovë na shumë i padrejtësisht i ngarkojnë fëmijët, ti je më i miri, ose pse ti nuk je më i miri, ti dush me qenë i pari. Kjo në Finland nuk ekziston. Të paktën jo në ato shkollat ku janë fëmijët e mi. Mu pëlqen që në Finland bëhet konkurenca e punës në grup. Do thonë punohet në grupe, sepse jo domosdoshmërisht një individ është i aftë për të gjitha.
Dhe kur punon në grup ti e kupton që secili e ka detyrën e vet, secili e ka kontributin e vet. Domethënë kjo është ajo që unë e vlerësoj shumë në Finland, puna në grup. Mandej kur është në pyetje, domethënë konkurenca, jo vetëm shkollë, po për shembull edhe në sporte. Më pëlqen që cili do fëmijë që shënon golf, për shembull, gjithë prindrit gëzohen. Nuk e ndëgjon shpesh që përmendet vetëm një emër i njërit që ka shënu gol, ose ai që ka mbrojt, ose ai që ka bo një veprim të mirë në fush, po zakonisht përkrahja prej prindërve bëhet për grupin, për ekipin. Dhe kjo është e mirë sepse fëmia yt atëherë në grup e gjen veten, cila është detyra e tij, cila është përgjegjësia e tij në të ardhmen në shoqëri, jo si individ, po si grup, si zinxhir. Dhe kjo me të vërtet është mbreslënse sepse ne më së paku mendojmë për grupin, ne gjithmonë ndërtojmë individ. Javën e kaluar kisha të ftuar këtu doktor Armenda Gollin, i cili tha, le të themi handikepi më i madh i shëndetësisë në Kosovë është që ne kemi mjek individ të jashtëzakonshëm, por nuk kemi grupe të profesionalizuara të cilat janë bërë bashkë dhe sigurisht se mund ta bëjnë ndryshimin në sistem. Po du pak me dalë edhe te diçka tjetër sociale, por me vazhdu pastaj edhe me pjesën tënde dhe punën që bën në Finland. Si është një grua finlandeze për dallim prej një gruaje kosovare? Në varet nga cili aspekt. Në kuptimin këto 8 orët e punës që i kemi, pastaj rikthimi në shtëpi, puna, jeta, familja, dhe le të themi si mendon duke i njohur të dyja mentalitetet dhe të dyja shoqëri, duke qenë pjesë të dyja shoqërive, si e mban në njërin dorë apo në të dyja duart një grua finlandeze dhe si e mban një grua kosovare në këndvështrimin tuaj? Ndoshta ka pak dallime, por ka dhe shumë dallime. Të paktën unë edhe në Kosovë po shoh që prej vitit 2010-2011 me tash ka ndryshime. Ka ndryshime pozitive, ka ndryshime dhe jo aq pozitive, po nëse fokusona në një femën finlandeze, unë duhet me u fokusu te shoqet e mia, te koleget e mia. Unë punoj me koleget të cilat në një mënyrë apo tjetrën merren me shkencën. Dhe ato përkushtohen 100% në punën që e bojnë, kur janë punë, dhe pastaj kur shkojnë shtëpi, përqendrohen në atë se ajo nana, apo është gruaja dikujt, ose shumica prej tyre kanë edhe fermat, sepse unë jetoj në pjesën rurale të Finlandës, atëherë ato vazhdojnë mirë edhe me atë punë, po për shembull me kolegën na shpesh bojmë hajgare, me kolegën që e kam zyre, kur përfundon orarin, ato tash unë po shkoj në shtëpi, edhe ajo tregon çka ka me bë detyra, dhe unë i tregoj tash po shkoj, po ku me bë gjellbamse, ku me bë taksiste, sepse duhet me i çu fëmijët në futboll, edhe domethënë një jetë normale, një jetë edhe çka më pëlqen tek jo vetëm te femrat, po në përgjithësi në Finland pëlqen modestia atyne. Domethënë ti mundesh me bisedu me një femën finlandeze shumë hapur, edhe tjetra duhet me kuptu që një femën finlandeze është rrit komplet e barabartë me vllaun, komplet e barabartë me shokun, dhe ato nuk e kanë atë brengën që pse është femër ka me u trajtu ndryshe, ose pse është nanë, ka një barë tjetër. Ato e vendosin vetë në marrëveshje në familje se kush me cilat detyra mirët, edhe zakonisht, domethënë, nëse nuk funksionon, ndodhin edhe divorcet, sikur në krejt vendet e botës, po në përgjithësi, si çdo në përgjithësi janë më pak të stresuar për shkak se e pranoj veten ashtu siç janë, dhe kjo është e bukur unë mendoj e asoj shoqërie. Po, a di qysh Paulina, jo vetëm në atë shoqëri, po mendoj në gjitha shoqëritë, nëse ti e pranon veten kështu si je, nëse je eduku prej fillimit që ti je kjo që je, ti ke vlerat e tua, edhe merr përkrahjen, sidomos prej prindërve, atëherë ti ke me qenë ai individ i cili ke ndrua dhe ke dashur me u bë gjithë jetën. Sigurisht kjo është e bukur, sepse me të vërtetë doja ta nxjerra, le të themi, një lloj krahasimi mes dikujt që është kosovare dhe tashmë na e kanë marrë në hise edhe finlandeze. Të shta ma let kisha me spjegu Paulina si ndihem unë si gru në Kosovë dhe si ndihem në Finland. Si ndihesh ashtu? Për shembull në Kosovë ki ma shumë presion social që po dukesh. Derisa në Finland hiç se ki atë problem, domethënë ti mundesh me shku në punë qysh ti ki qaf, s'ka lidhje qysh je vesh, qysh dukesh. Po këtu në Kosovë, tash ndoshta është gabimi im, unë nuk e di, po pak ndjej një presion, sepse kur dal, i shoh krejt janë të veshura bukur, gjë që nuk ka kurrë të keqe, sepse gjithkush vendos
në çka don me investu, po ndonjëherë më duket pak e tepruar edhe më duket pak presion për femnat, sepse zakonisht femnat duhet mu duk bukur, duhet mu duke kthjellët, edhe ti jo gjithmonë je ashtu. Ka ditë që ti nuk ke interesim ose nuk je disponim, ke mbet një natë përpara pa gjumë, pse duhet domosdoshmërisht tash nesër më prap me u duk bukur, mendoj që e bukura vjen nga diçka tjetër, jo vetëm nga ajo se si dukesh. Dhe sigurisht ju jeni një shembull i asaj që e bukura vjen edhe nga diçka tjetër, sepse një grua mund të jetë një profesioniste, një nan, një grua bashkëshorte në kuptimin e lidhjes martësore, një vajzë, një çka do që ajo don, dhe sigurisht të duket ashtu si ajo don. Unë kisha kërku për arsimit pak muzik, edhe ma nej me u rikthy këtu në studio sepse kam ende shumë pyetje për të bërë për arditën. U rikthem përsëri për të vazhduar bisedën me ashtu siç e quaj unë të gjitha ato gratë të cilat I kam këtu me kas, sepse me kas t'i ftoj gratë të cilat lënë gjurmë në profesionet dhe fushat e tyre. E unë ju kohë më parë ardit të ftuar në këtë studio kam pasur ambasadorin e Finlandës në Kosovë, zoti Mati Nisinen, të cilin e pyeta për diasporën kosovare në Finlandë dhe për një takim që paraprakisht kishit pasur ju me ambasadorin në ambasadën e Kosovës këtu në Prishtinë. Dhe e di se çfarë më tha ambasadori, nuk e di nëse e ke dëgjuar apo jo, por ai tha se ju po bëni punë që po lën gjurmë të pashlyeshme në nivel të përfitimit edhe të Kosovës edhe të Finlandës. E ke dëgjuar këtë deklaratë si ka qenë për ty momentin kur e dëgjon Finlandën teksa flet ashtu për juve, sepse dorën zemër tani nëse e përkthejmë në gjuhën le të themi të gjuhën e thjeshtë të popullit, ai është Finlanda në Kosovë. Po, ambasadori Mati, unë kam një respekt veçantë sepse ai ka bërë punë shumë të mirë në Kosovë dhe është një urë lidhse, edhe unë sa herë vi në Kosovë, shtëpia ime Finlandës është në ambasadën finlandeze. Mirë po, deklarata e tij sa më ka bërë me uni shumë mirë, domethënë ju më di në një moment si një fëmijë llastum, po më ka dhënë edhe shumë përgjegjësi, sepse ndëgjosh një deklaratë të tillë, domethënë unë kam edhe shumë punë për me bë, unë kam edhe shumë detyra tjera që duhet me I kry, sepse ajo të shton përgjegjësi, dashte pa dashtë. Sigurisht edhe për neve si qytetar të Kosovës është e jashtëzakonshme të dëgjosh një ambasador teksa flet për një qytetar të Kosovës, I cili është rrit eduku në Kosovë dhe pastaj ka shku në Finlandë dhe ka rrit në një nivel të tillë, sepse të flasim për diasporën që janë lindë dhe rrit në vendet ku sot jetojnë, dallon me qytetarët të cilët janë rrit dhe janë eduku në Kosovë e pastaj kanë shku dhe kanë zënë pozicione të tilla në vende të tjera. Po, Paulina, sepse unë kur kam shku në Finlandë, unë kam qenë 35 vjeçare, edhe gjithmonë e kom një obligim me qenë një ambasadore mirë për Kosovën. Edhe tash, sado që mundona me dal prej këtij petkut, unë edhe fëmijëve gjithmonë ju jap një presion se ju e përfaqësoni Kosovën, ju e përfaqësoni popullin e juaj, po unë mendoj që na që dalim ma vonë, na që dalim që e kemi kry krejt shkollimin, kemi punu në Kosovë, na kemi një obligim me përfaqësu Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk është ambasador vetëm e punu në ambasadë. Për shembull Finlanda nuk ka ambasadë, po janë njerëzit, është diaspora atje. Disa kanë lind, disa kanë shku më vonë, po unë mendoj që në përgjithësi diaspora e Kosovës në Finlandë është e shkëlqyeshme. Kemi biznesmen apo afarist shumë të suksesshëm, kemi njerëz që punojnë në universitete, kemi doktor të njohshëm, shumë të njohur në Finlandë, domethënë secili e kryen detyrën e vet dhe në një farë mënyrë është ambasador I Kosovës. Dhe ne e kemi obligim këtë ta bëjmë deri sa të jemi gjallë. Dhe sigurisht është një diasporë e njohur për sukseset dhe të arritura që është shumë e bukur, por më intereson kjo diaspora jonë që është atje. A ka ndonjë praktikë ose filozofi finlandeze që e kanë përvetësuar, nisur edhe nga ju? Po, me siguri ka, Paulina, po unë mundem unis nga vetja. Unë Finland kom mësu me jetu thjesht. Unë Finland e kom kuptu që njeriu sa është gjallë duhet me mësu, çdo ditë mëson diçka. Në Finland unë e kom kuptu që nuk është gjithçka deri tek jeta kolektive, sa në Kosovë jetojmë kolektiv, çka po thot halla, tezja, doja. Atje e kom mësu që duhet me kuptu edhe me jetu ashtu që ti don. Që është më e mira për ty edhe për familjen tënde. Me e gjetë vetën, me I besu vetës, unë e kom mësu atje sepse
Në Kosovë dashte pa dashte që bjen në atë dikimin kush çka po thot. Atje nuk ekziston kjo dhe këtë e kom mësu. Dhe kur e mëson këto mandej ti je vetvetja edhe kontribon me ato njohuri, me atë kapacitet që ki edhe aty ku jeton. Sigurisht kjo është e bukur dhe po na duhet, sikur jemi duke luftu me të mësuarit e dashurisë ndaj vetvetes dhe fillimisht ndaj vetvetes e pastaj ndaj të tjerëve. Dhe kjo sikur na mungon edhe pastaj sikur shpërndahemi në nevoja dhe mendimet të tjerëve. Besoj është shumë e gabuar. Po, edhe kjo nuk është mësim i lehtë. Domethënë unë kom luftu me vetveten derisa kom kuptu që unë jetoj për veten time, për fëmijët e mi, për burrin tim. Kjo është fillimi. Mandej vijnë të tjerat me radhë. Ti pastaj i gjendesh të tjerëve edhe më mirë kur ti je komod me veten tënde, kur jeton jetën thjesht, kur mësohesh që është e bukur me dal me ecë natyrë. Është mirë me ul në qetësi edhe me sodit lindjen e diellit ose perëndimin e diellit. Është kënaqësi me pas kohë me dal te parku i fëmijëve, veç ti me fëmijët e tu, me u marr me fëmijët e tu, me pa natyrën e egër. Do të thonë krejt këto janë diçka që më herët ndoshta nuk kom ditë me i vlerësu sa duhet. Dhe në momentin kur ti lidhesh me natyrën, ti jeton më shëndetshëm, jeton më mirë, je më pak i stresum. Do të thonë krejt këto i kom mësuar në Finland. Dhe kjo është e jashtëzakonshme dhe ne kemi nevojë sigurisht edhe me undalje me mendu për gjëra të tilla, duken të vogla në shikim apo dëgjim të parë, por kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Ardit, po du me undal pak te puna që bëni ju edhe në promovimin e mirëqenies së kafshëve, sepse e kam një porosi nga vajza ime që më tha, pyete tha tetën Ardita, çka të bëjmë për mirëqenien e qenëve të rrugës sidomos në Kosovë. Kjo mund vjen mirë që të paktën fëmijët po mendojnë pak më ndryshe dhe po kanë pyetje. Unë e shoh si një problematik shumë të madhe këtë punën e qenëve e ndacak në Kosovë, qenëve të rrugës apo qenëve pa familje, se s'po du me përdor terminologji të rënda. Edhe kësaj here prap pash. Herën e kaluar kom po dhe çdo herë po shoh atje po shkoj me shpresën që kur vi herën tjetër kom me pa ma pak, po kur thom me pa ma pak, unë po du me pas një zgjedhje të përhershme. Unë kam frikën duke përcjell se si po mundohen me zgjedh këtë çështje, vetëm po shkojmë prej gabimit në gabim. Vitin 2004 unë kam qenë sapo diplomuar dhe kam qenë në Rumani, pikërisht kam punu me qentë e ndacak dhe Rumania ka pas një sistem shumë të mirë apo një praktikë shumë të mirë dhe tash ata nuk kanë të lashë me qentë e rrugës. Mund vjen keq që autoritetet tona nuk bashkëpunojnë, nuk bisedojnë, ose të paktën unë po mendoj që nuk gjejnë zgjedhje të përhershme. Nuk është zgjedhje me adaptu dikush edhe më ia dhon 50 euro. Ajo nuk e shoh në ato zgjedhje. Ne duhet me pas klinika mobile. Me shku prej vendit në vend, me bo kastrimin e qenëve, me bo trajtimin e tyre, edhe jo kështu me bo, vetëm po bojmë një strehimore dhe mandej nuk ditë çka ndodh atje në strehimore, kush i kontrollon ato strehimore. Unë kisha dashur pak më shumë transparencë kur vjen fjallat e qentë e ndacak apo qentë pa familje. Duhet pak të tregojmë bre empati, duhet të tregojmë pak dashni, nuk po thom unë tash na mi marr qentë edhe mi prun shtëpi, po duhet vendi si vend, shteti me bo diçka për ta, dhe nëse ne nuk kemi mëshirë edhe nuk kemi humanizëm për një qenje aq dopt, se na krejt po kemi frikë prej qenëve, sepse ka kafshu ata, ka kafshu këto, edhe nuk pyesim pse ndodh kjo, pse janë aq agresiv. Qysh kemi me ndalë këtë fenomen, dhe kjo bëhet të e pas një strategji afatgjate, jo aty për aty, dhe nuk mjafton vetëm komuna, duhet edhe niveli qendror, gjithë bashkë me pas një task force e cila kish me na dhon një garancion që mbas 10 viteve, mbas 5 viteve, kjo do të jetë bilet paktën 70% nën kontroll. Dhe Ardit e përmendet që duhet kujdes dhe nuk mjafton kjo dhënia e parave për adoptimin e qenëve. Mu më intereson një familje e cila zotohet se do e merr një qenë dhe do e strehoj në familjen e tyre, do bëhet pjesë e familjes. Çfarë kujdesi duhet të tregoj, sepse shumë shpesh jo rall shohim raste kur mirret një qenë brenda një familje në atë euforinë e momentit apo nga kërkesa e fëmijëve dhe pastaj braktisen në rrugë dhe sigurisht kjo e vështirëson situatën edhe më shumë. Si e sheh këtë aspekt? E para, nuk muj me kuptu që mundesh me braktis një qenje gjallë kur e vendos me marë. Nuk kam ide
në për çka kalon ajo familje, si e merr atë vendim. Dhe nuk duhet me u marrë vendimi për me marrë një qenje gjallë në familje, pa qeni përgatitur. Njëjtë sikur kur vendos me bo një fëmijë. Sa përgatitjet, sa mendimi, sa diskutimi, sa planifikimi duhet me u bo, dhe mendoj që ti kur e merr një qenë shtëpi, ti e ki një foshnje, një bebe rreth 15 vjetë. Sepse gjithmonë ki me ushqy, gjithmonë ki me u marrë me nevojat, me dal jashtë, me kthy, ka me usmu, nuk din me fol, nuk din me tregu ku po i dham. Do të thonë e ki një foshnje për 15 vite. Dush me pasën me të vërtet një dashuri edhe me pasën një vullnet që ti ki me kry atë punë. Nuk merret qeni për me ja bo dhurat fëmis. Kjo është gabim. Nuk merret qeni për me thonë që tash unë jam një klasë ma naltë se jam të majtë një qenë dhe mandej kur i bëhet mjaft me qitë në rrugë. Nuk besoj që kam katë matë madhë. Duhet me u pregadit mirë, duhet me e kuptu mirë dhe ma mirë është me vendosë, me thonë, unë nuk jam i gatshëm, familja ime nuk është e gatshme, se sa me thonë, po e provaj, nuk provot, nuk mund është me thonë, po e adaptoj një fëmijë ose po e lindi një fëmijë, e të shoh që shkon mirë, që nuk shkon mirë. Do të thonë, unë kështu e llogarite. Na fol pak për Tikon. Kush është Tiko? Tiko është qeni joni familjes, edhe Tiko trajtohet, me thonë tash njëjtë si kur çdo antar i familjes, kam frikë që nuk po e them të vërtetën, po Tiko trajtohet ma shumë se sa gjithë antar tjerë të familjes. Pse? Sepse Tiko është një qenje e pafajshme, është qenja ma mirë njohëse që unë njëtë kom taku në gjithë jetën, kom punu me Kafsh Paulina, po është hera parë që një qenë unë e marë edhe, dhe thë kur kemi vendos me marë Tikon, unë kam qenë personin familje që kam qenë 100% kundër. Se ty qenë veterinare, ty e ditë krejt cili është procesi, krejt edhe normal që familja ka pas përveç dëshirës, kam pas dhe pak eufori, na po dojmë qenin, e unë e kom ditë. Unë nuk kom pas eufori, dhe unë kom thonë jo. Dhe në 3 mujtë e parë unë nuk jo marrë me Tiko, unë kom thonë jo. S'muhet Tiko. Edhe kujt i ka rabarë mu. Doktoreshën të shtëpia. Po, edhe unë nuk kom shku, na kemi pas pushimin, e rezervum, unë nuk kom shku në pushim, unë kom nejt me Tikon. Edhe dikujt mundot me ju du kjo total e pa kuptushme. Dhe me thonë, djemt ka shku dhe unë i kom thonë Arben, kemi premtu fëmijëve, ti më shku me fëmijën e rri me Tikon. Edhe Tiko ka qenë me infuzian, domethënë unë i kam dhënë ujë me pipet, sepse kaloj në një gjendje shumë të rëndë, edhe Tiko ka bu ma mirë. Edhe tash Tiko është me neve, po e di Paulina që unë kur e kom pas Covidin, unë kom kalu periudhë shumë të vështirë, edhe Tiko nuk ka dalë as 1 minutë prej dhomës, me vështërsi e kanë marrë me çu me hangër, me kry nevojat dhe me njëherë ka ardhur në dhomë. Tiko ka nejt 2 javë i mbyllur në dhomë me mu. Derisa të tjerët më kanë përshëndet prej dhomës se kanë pas frikë prej Covidit. Nana, a je ma mirë? Edhe janë largu. Tiko nuk është largu as edhe 1 minutë vetëm prej meje. Dhe kjo më ka bo me kuptu edhe kjo më ka lidhë qatë shumë me Tikon, sepse e kom një bindje që e ka ndje dashnin teme dhe ka ndje që unë jam kujdes qatë shumë për Tikon. Dhe tash unë nuk më me paramendu jetën pa Tikon. Sa e bukur kjo. Shiko, unë nuk e kuptoj këtë raport, sepse nuk e kam pasur ndonjëherë një raport të tillë, por kur shoh njerëz me ka sinqeritet të flasin për një raport të tillë, atëherë kuptoj madhështinë e kujdesit dhe dashurisë dhe mirënjohjes që ju po e thoni, sepse kjo mirënjohja pastaj e kthen atë dashurinë prapa dhe është një lidhje mandej e pathyeshme. A di që personi që mas shumë t'i gëzot kur vi unë në shtëpi është Tiko. Ka raste kur djemt janë të lodhën, kurse Tiko gjithmonë të afrohet, jep dashni, edhe është falenderues, mbi të gjitha është një qenje falenderuese. Ardit, ne kur flasim për këtë çështjen e kafshëve në Kosovë, gjithmonë na shkon mendja te qentë ndacak, sepse sigurisht i shohim në çdo hap, kemi kriju edhe një lloj averzioni për shkak të mënyrës se si jemi rritur, e kuptojmë që është proces edukim i vazhdueshëm që ne duhet me ndryshu mendësinë tek gjenerata tjera, por në anën tjetër kemi të bëjmë le të themi edhe me mungesë edukimi në komplet sistemin, edhe në sistemin arsimor, edhe neve nuk na është ngulit, le të themi, dashuria ndaj kafshëve. Neve na është ngulit një lloj ndjenje e frikës, e gërdis, irritimit dhe
këtë sikur kemi nevojë me shtjellu edhe me eduku masën për me ndryshu situatën, sepse atëherë mendoj që nëse ndryshon mënyra se si i trajtojmë, nuk kemi me pas edhe njerëz, po mendoj që janë enda cak në rrugë edhe njerëz të cilët friksohen as shumë në rrugë. Problemi është te sistemi, Paulin, se unë e di edhe njerëz të cilët i dojnë kafsht, i dojnë qend, po kanë frikë. Sigurisht, sistemi dhe mendësia, se mandej këtu të dyat kur po bëhen bashk, po bëhet edhe mëzi. Po, tash në vendet e Bashkimit Evropian, jo gjithkosh mundet me shit qenë. Në Kosovë ti mundesh me shku me një klinik, me një dyqan, dugoj, edhe shkon e blen qenin, apo? Është shumë e lehtë. Në vende tjera ti dush me qenë i certifikum për me bon bashkëtrimin e një raste të caktuar dhe përgjegjësit e asaj shoqatës ose përgjegjësit e atij grupi, ata duhet me mbajt gjithçka në shënime. Për shembull, unë e kam tikon që është e racës Golden Retriever, unë nuk mundem me shit tikon, unë nuk mundem me fal tikon, unë nuk mundem me qit tikon rrugë, sepse ka kontrolla, ajo është i regjistruar, është kontrolle rapt. Në momentin që ai bredh i vetëm, e merr dikush edhe autoritetet e gjejnë sakt kush e ka pas, te kush ka qenë dhe pse është liruar ai qenë në rrugë. Nuk mundesh çaq lehtë, derisa këtu gjithkush shat kafsh, gjithkush mundet me bleni kafsh nëse veç të vjen me pas para, po. Sigurisht. Dhe kjo nuk do, derisa na kemi mblet, derisa ti e blen në Evropë një qen, ti ki me kalu në për disa filtra për me pa a je i aftë si familja, a ke mundësi me mbajt atë qen, apo jo. Duhet me bo një sistem, nuk po tha me bo sistemin e Evropës, po na si Kosovë, duhet me bo një sistem të qëndrushëm. Dhe ky sistem nuk bohet aty për aty. Duhet disa akter bashk me ullë, me bisedu dhe me pa cila praktikë është ma e mira për Kosovën se si ta zgjedhim këtë problem. Nuk është problemi veç me qente ndacak, Paulina, po fatkeqësisht jo nuk i shohim fermat e lopëve qumshtore, nuk i shohim pulat që shimojnë. Aty është edhe ma keq, aty ka edhe ma shumë të lashe, jo në gjitha, mos keq kuptohemi. Po për shembull unë vetë kom pa një ferm këtu afër Prishtinës, lopa qumshtore e lidhne edhe aq shkurt e lidhun, qysh i bën ajo lëvizjet e saja normale. Ajo për mua është e papranueshme, edhe ajo është kundër mirëqenies, apo domethënë krejt në krejt këtë çështje na duhet shumë edukim, shumë bisedim mes akterëve, ide edhe çush kemi me zgjedh këto. Le të fillojmë prej qenëve ndacak, pastaj fermat, sepse kështu do më thonë veç për shkon t'ju bo keqe ma keqe. E po është dikon ardite, diçka që më boni me qeshëm. Kishku dikush në Evropë dikon me ble vezë. Dhe në paketimin e vezëve shkruante se janë vezë të pulave të pastërsuara. Dhe automatikisht njerëzit kishin filluar të diskutonin se çka do të thotë një pulë e pastërsuar. Dhe pastaj ne ndalime dhe mendojmë ne jemi të stresuar si njerëz, si të mos jem pulat tona stresuar. Pa, diqysh, Paulina. Qa do të të pula e pa stresuar? Pa, diqysh, Paulina, na edhe si njerëz, pak e kemi rrit atë dozën e përdorimit fjalët, jam i stresum, s'kam stres. Çka është stresi? Shumicën me pyet nuk e din çka është stresi. Po tek pulat janë shumë të ndihshme ndaj stresit. Çka është stres për një pul? Për një pul është stres nëse ferma jote është shumë afër rrugës qarkulluese. Çdo zhurmë i shkakton stres. Është stres nëse pulat mbahen në hapësira shumë të vogla. Është stres nëse pula mbahet brenda ku nuk ka mjaftueshëm ndriçim ose ku ka shumë ndriçim. Është stresuese nëse ti e mban pulën dhe nuk ka ajo qasje të vazhdueshme në ujë. Domethënë, shumë gjëra që ndikojnë nga jashtë shkaktojnë stres dhe ky stres shkakton sëmundje. Dhe unë tash kur po i mendoj ato reklamat e pulave në për ato kafazet e vogla ku ta di unë të fermave, atër po i shoqe krejt pulat i pas kemi të stresuara. Gati krejt. Marr parasysh atë imazhin e disa kafazeve të vogla që s'ka shumë ku të lëvizin, jo shumë ndriçim. E kam përshtypjen që janë të stresuara. Po, janë të stresuara dhe ato kafaze janë të ndaluara tani në Bashkimin Evropian. Nuk ke të drejtë me mbajtën pulën në kafaze të tilla. Po besoj që edhe në Kosovë tash nuk ka ose ka shumë pak ferma të cilat i mbajnë në një mënyrë të tillë, sepse ajo është stresuese dhe ajo shkakton osteoporozën tek pulat vojse, sepse ka pak lëvizje edhe nuk ka qatë shumë në ndriçim.
Do thotë krejt këto jam të ndajt me shpresën që edhe këtu do me thonë nuk ka më. Në fakt kemi filluar ta promovojmë këtë lëvizje në natyrë, le të themi duke i promovuar vezët e shëndetshme nga pulat e lira në natyrë dhe të tilla, por që sigurisht ne nuk e kemi ende nivelin e njohurive që të merremi me gjëra kaq të rëndësishme që për neve duken të dorës së 10, sepse me të vërtet në Kosovë kemi të lashet aq të thella që nga sistemi shëndetësor, arsimor, i drejtësisë dhe të tjera, dhe unë me të vërtetë kisha lakmi ta shoh dikë që stresohet në kuptimin apo shqetësohet për stresin e pulave. Mandej kjo duke i qesharake nga këndvështrimi jon, por vërtet se ka rëndësi pastaj sepse ne i marrim vezët e atyre pulave. Po Paulina, nëse ne e kemi sistemin shëndetësor të bresht, të paktën të ushqehemi shëndetshëm, që mos ta rëndojmë edhe më shumë. Mos shkojmë më shumë në spital. Dhe mendoj që ushqimi është baza e shëndetit mirë njerëzve. Do thotë, këtu duhet na me bo një balans dhe jo gjithçka bjen në barën e konsumatorit, se si konsumator ti nuk i din. Unë kom studiu edhe po i di këto, po jo domosdoshmëri ta shtush me i ditë edhe ti ose ai tjetri, por sistemi, shteti, institucionet përgjegjëse duhet vërtet me u kujdes për këtë çështje. Nuk mjafton me bu vetëm subvencionet firmave, nuk mjafton vetëm me mendu me shtu prodhimin. Në të njëjtën kohë ne duhet me mendu për mirëqenien e kafshëve dhe në të njëjtën kohë ne duhet me mendu për ambientin, sepse shpesh herë i ngatrojmë, harrojmë njërin dhe bandej ndodhen problemet. Ardit, biseda është jashtëzakonshme dhe sigurisht unë kisha me vazhdu në pafundësi sepse kemi ende shumë për të folur, por për fund marr parasysh gjithë ekspertizën që bëni edhe ligjërimin që bëni edhe në fushën e sigurisë dhe zinxhirit ushqimor, një pyetje të thjeshtë, si e shihni mënyrën se si ushqehet konsumatori kosovar? I pa informuar. Çka nuk kuptoj i pa informuar, sepse unë nuk kam kompetenca me thonë që duhet me hongër proteina bimore ose proteina shtazore, por unë kam bindjen që ne këtu nuk kam mjaftueshëm informacion. Vjen ushqimi prej gjitha vendeve, si konsumator nuk e di sa është e rrept kontrolla se çka hyn në Kosovë. Unë nuk jam e sigurt edhe ajo që prodhohet në Kosovë në çfarë sa përdoren pesticide, çfarë plehu përdoret, a është organik apo nuk është organik. Paketimi, me çka bëhet paketimi, ne mundemi me prish në fund paketim. Çfarë materiali përdoret, sa përdoret plastika apo sa përdoret materiali organik. Shumë gjëra unë nuk jam e sigurt se si bëhen këtu në Kosovë. Dhe sigurisht kjo është temë që kërkon shumë për të diskutuar, është temë që neve na shqetëson, një pjesë tjetër kanë atë shumë probleme sa që këto i duken probleme jo shumë të mëdha në krahasim me ato se me çfarë po përballet, prandaj po e them se krahasimi që e bëjmë ne mes një stili të jetës në Finland, si një prej vendeve me rregullin më të madh në botë, edhe asaj se çfarë ndodh në Kosovë, sigurisht e sjell një bisedë interesante këtu në studio, sepse po flasim, le të themi, për dy bota të ndryshme, të cilat Ardita i ka jetuar dhe jeton, sepse jeton mes Kosovës dhe Finlandës. Faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit Paulina, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë, ishte kjo një bisedë ndryshe këtë rast, sepse Arditën e kemi pasur edhe një herë në Mekas në një sezon tjetër dhe kemi biseduar për gjëra shumë më shumë profesionale. Sot jemi ndalur edhe në gjëra sociale, të cilat sigurisht na duken interesante që të bëjmë një krahasim me stilin ton të jetës dhe stilit të jetës që bëjmë finlandezët, dhe sigurisht marr parasysh faktin që Ardita është një prej diasporës së madhe që kemi jashtë, por Ardita sigurisht në Finland është një kontributdhënëse e madhe për krijimin dhe vazhdimin e projekteve të ndryshme mes Kosovës dhe Finlandës, të cilat sigurisht janë në të mirë të arsimit në Kosovë, Universitetit të Prishtinës, studentëve të cilët studiojnë në fushën e bujqësisë dhe të tjera, gjëra të cilat ne nuk kishim kohë të diskutonim, por që i kemi diskutuar pak më herët dhe sigurisht do t'i diskutojmë edhe në raste të tjera. Deri javën tjetër ne miru dëgjofshim, mos harroni të na ndjekni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube.